Në dik shqiptarët një njohur me tematikën e mbledhjes, me negativës. Një njohur, ka me mendim dhe një sugjerim të kështullore se të vejtur ose të futur në negativës. Bëjmë një pyetje o kryetar. Sipas përgjigjem. Ju se them, ka ndonjë pyetje apo? Jo, në shtet tash po patjetër. Kam një pyetje për sekretarin. Po. Nga 6 këto pikat që janë këtu. Po. Cilat pika kanë ardhur materialet brenda afateve ligjore që ka për funksionimin e Këshillit Bashkiak, e cilat nga pikat nuk kanë ardhur materialet? Ose cilat nga ato materiale janë shpërndarë këshilltarëve brenda afateve ligjore, dhe cilat nuk janë shpërndarë akoma dhe sot e kësaj dite? Dy pikat e para pra nuk janë shpërndarë. Që ka të bëjë Me trapat edhe me raporte monitorimit. Janë shtuar veç këto dhe dy pikat të tjera, që është Këto dy pika të tjera janë të ndryshme? të ndryshme. Po pse s'kanë ardhur materiale? Po kanë materiale në dosje? Në dosje janë shtuar në dy të thashë. Po pse s'na keni dërguar materiale? Edhe me vones. Ha? No, para që të me vones. Kur po me vones? Unë pas datës 24 kemi sa vërë. Jo me materiale o kam nisur datë 24. Brenda rregullores, 5 ditë para afatit. Atëherë kryetari propozoi që këto që s'kanë ardhur materiale brenda afatit të hiqen nga renditës. Pastaj diskutimin e bëjmë më vonë. si dhe materialet kanë ardhur në renditës. Vetëm të të thashë. Ky është Plani strehimit edhe ajo gjenta që është kemi në... plani strehimit në gjendje. Po. To të dyja që janë shtuar të tjera i keni marrë. Po, qa mendim ke Grane? Të hiqen nga renditës në momentin që nuk kanë ardhur materialet brenda afateve që parashikojnë rregulloria e funksionimit të Këshillit Bashkiak. Po. Tjetës, kush ka bëjë? A në një tjetër në sugjerim? Dy pikët e para të renditës janë shpërndarje të ardhurat dhe këto raporti ligjor. Janë shënëtor administrata brenda afatit të hollë për të materiale? Këto dy pikat e tjera për këto të stajtë në emergjensë dhe këto të plani social e strehimit. Një dakord të futur në rëndin e ditës? Me këto dy pikat e para nuk mund të evaluohen sepse nuk janë përgatitur materialet nga administrata e bashkisë. Këto dy pikat e tjera futur në rëndin mos e diskutojnë në problemet e ndryshme. Me krenari për dakord që këto dy materiale mos futen në arrendë të dalë mos futen në arrendë të ditës. Nga qytetarët kanë një mendim tjetër për këtë? Për të shpërndarjen të ardhurave të trashëguara? Jo, ato janë dy materiale që nuk janë përgatitur nga administrata e bashkisë. Pastaj do të diskutojmë pse nuk janë përgatitur, do na përgjigjet administrata. Edhe them për dy pikat e tjera që janë të ndryshme të futen në rrugën e ditës në një kohë që krenari propozon që materialet s'kan ardhur brenda afatit ligjor para ditën e 5 për të paraqitur materialet për të shpërndarë qytetarët, mos futet fare në ditës. Unë kam mendimin tim, po ju çfarë mendimi keni? Unë kam mendimin që të futen në rendin e ditës, mendoj që mos sjellim vonesa, sepse muaj ditin, po futemi iku muaj prej, po futemi në muaj maj dhe nëse ne evaluojmë në një muaj, mendimin tim i sjellim probleme në realizimin e buxhetit. Pa dakord jam unë të mendimit të krenari, por problemi është që Nuk ka lidhje që thotë asnjë me atë që thua ti mos, është tjetër gjë kjo. Kjo është për strehim. Jam në ndeta Këto dy pikat e tjera në rendin e ditës. po të futen. Valë kujtës e një gjëva. Mendimi im është që të Futen në rendin e ditës. Po. Tjetër. Po kur do njën qytetarët me këtë material?
Ta lexoj administrata materialin edhe të ngrenë këtë diskutimin. Jo, të lëmë 2 orë kohë, jam dakord, të lëmë 2 orë kohë, ta studiojmë materialin gjithë të shqiptarët më vete. Që si shkuarajmë të këto propozimet të antarëve të këshillit? Qa mendimi kam tjetër? Shqiptarë, keni mendim tjetër? Po mendimi im, me që ju nuk po shpeshpejmë dhe veç në terminal efektivit, mendimi im është që të dy ato materiale ishin domosdoshme këtë paraqitje për të njohur këtë, me që ne nuk ju, shqiptarë nuk kanë kohë të njipe, dhe nëse administrata e bashkisë mund të paraqesi dhe material nga lexoj telegrafisht, nuk mund të zboteri, po nuk mendoj se nëse do të ishte shpërndar qytetarëve ne të dëgjeshim dhe të vejmë nuk do të lexojmë këtë material. E do ta studiojmë. Megjithatë, unë për seriozitet dhe për vlerësim të administratës bashkisë, për materiale dhe për rëndësimin e vlerësimin ndaj shqiptarëve do të isha dakord me mendimin e krenarit, jo mendimin e kujtës. Ky nuk ka një pesh në miratimin e vendimeve, se nëse ne e lexojmë, nëse ne e përpunojmë, do të ndryshojnë në një. Po vlerësimi ndaj në rendë ditës dhe vlerësimi ndaj shqiptarëve më bën të mendoj që e meriton që të mos afuti fare në rendin e ditës, se paka shumë që punë është bërë dhe bashkë administratë e bashkisë dhe shqiptarëve u abirë materialet në momentin që ne futemi në mleti. Mendimi, nuk e o paraqesë atyre administratë, për paraqesë qytetë bashkisë për të sqaruar dhe për të qartësuar të mendimit tyre. Megjithatë, me që ne jemi në mbledhjen e radhës të Këshillit të Bashkisë, dhe shqiptarët duan kohë për të njohur këtë material, nuk do ta kalojmë në rendin e ditës se mbas mendimit tim 2 pikat e para, do ta kalojmë në pikat e fundit, do të krijojmë një pauzë pushim me shqiptarët, të njihen me materialin, pastaj vazhdojmë prapë mbledhjen e ditës. Megjithatë kam një pyetje në adresë administratës direkt. Pse nuk është ashtu para në përgatitur material, që në bazë notimit të Këshillit të Bashkisë të rendit të ditës, të dy këto raporte të ta. Po? Unë jam shefja financës së re, Jana Kola, kam posuma e gjimuar një kam marrë në punë, dhe sa po kam marrë punën, dhe për efekt të kësaj nuk kam përgatitur dot në kohë, se s'kam marrë informacionet të gjitha në kohë, dhe jam duke punuar. Kjo është arsyeja që mund t'i paraqitet ato që janë informacione që vitit të kaluar që nuk kanë qenë fare, dhe duhet të përkoj të studioj të dy raportet për një vit që s'kam qenë fare, që kanë qenë të tjerë në kohë. Kurse me shpërndarjen e trashëguar dhe janë duke u marrë, dhe nuk janë marruar akoma. Prandaj nuk kemi material për të lexuar, sepse s'janë për gati akoma. Para je urime për detyrën e Urime. Dhe me sa duket përgjegjësiat kanë rutinë në të mes. Erdha në një kohë që ishin të gjitha për të bërë. Mendoj që koha nuk na premton shumë, se është muaj ka. Dhe këto shpërndarja e ardhurave të trashëguara, nuk besoj se kemi shumë kohë të muaj 4, nuk mbyll, fillon muaj 5 dhe iku muaj 6. Ne kemi një histori të negative të mes, që kemi miratuar të ardhura që në shkurt dhe nuk kemi mundur që realizojmë asë fund vitit. Prandaj është domosdoshme që ju mbase edhe të sforcuara, mbase edhe të reja. Megjithatë, ne ju kemi ofruar ndihmën tonë, se Komisioni i Financës është detyruar që pasi ju ta paraqitni materialin, ta shqyrtojë në Komisionin e Ekonomisë dhe pastaj ta kalojë për miratimin e Këshillit të Bashkisë. Nëse do keni nevojë për ndihmë nga zyra nga Komisioni i Financave, ne jemi këtu. Ne jemi për bashkëpunim dhe për të ndihmuar, për të realizuar, sepse nuk është as interesin tuaj, as interesin tonë, por një interes komunitar.
Kështu që do të lutesh që në këtë nevojë kërkoni ndihmën nga Komisioni Mirëseverti, kërkoni ndihmën nga Komisioni që ta realizojë sa më shpejt këtë pikë të renditës, se nuk është domosdoshmë. Me që në këmbë, më fal, kam në pyetje tjetër. Pse nuk kanë kaluar pagat e shpërblimeve shqiptare të vit? Am patur probleme me menaxhimin e bugetit paragraf në vërkara. Pagat e administratës janë, po të lutem, duhet me departamentin. Pagat e administratës janë kaluar? Si kanë kaluar? Pse s'kan kaluar vetëm pagat e shqiptare? Në tingizë që është në buxhet, ne administratë kemi zërin tuaj në vete. Po. Çka bëj kjo, ne jemi në vetes, nuk kemi pse ta, nuk kemi pse ta të Nuk ka lidhje me llogarinë e pagave. Po çfarë ndërçka që janë paguar? Kur është parashikuar ai zë, nuk duhet parashikimi i zërit tuaj. Është një llogari tjetër. Po mundohet necesari, kam 2 muaj që dërgoj disa herë pagat tuaj dhe nuk kthej. Sepse është zëri bukur. Unë nuk kuptoj kjo se kupton ai kryetari i Komisionit të Financës. Kryetar, do të bëj shefes në pyetje, bëre punë suksese. Se pak të parë që nuk ka marrë informacionin akoma. Ka kushte shkoj informacionet që së të cilat informacione që teknikisht e një. Ka lidhje bilanci ka lidhje me detyrimin ligjor fondit financiar të cilët duhet të marrë të turnuar bilancin. Edhe një herë, po të shikosh ligje ka të qartësuar, firma që është aktualisht në 31 mars ka detyrimin ligjor për detyruar për të dorëzuar bilancin. Edhe një herë, ajo është teknike dhe është puna jote. Po nuk është e thënë se kemi qenë në gjithë në për punë. Çfarë informacione ta gjithë? Më konkretisht, të flasë më konkretisht. Bilanci fillon, nuk të filloj. Bilanci fillon në 1 janar të vitit pasardhës dhe në 31 dhjetor. Por shënci ka, unë kam probleme me bilancin. Sepse unë kam probleme me pasqyrën e shpensimeve faktike që ke bërë në 30 që merr nga thesari në 31 dhjetor. Dhe ajo është fakti kryesor mbi të cilët ti bazohesh, që këto raportimet dhe nxjerr të ardhurat e trashëguara dhe 2 muaj për të planifikuar të trashëguara janë mos e bo. Nuk ka lidhje bilanci me këtë gjë. Jo ka, sepse këtu janë. Dhe bilanci bëje për sa të bilanci nuk jeni një në këshill. Po. Ekonomistët janë duar çdo 2 muaj, do nuk jenë as informacione. Ç'është problemi jonë? Jo të trashëguar nuk i gjeta. Çfarë nuk jete? Çfarë nuk jete? Kam gjithë rrasë ato informacione. Unë nuk e kuptoj këtë lloj logjike. Okej, shënë që ka. Nuk dua ta bëj debatin me ju se do ta bëj me kryetarin, nuk është problem. Shënë që ka nuk dua nga teknike. Më thua që zëri për pagat e këshilltarëve nuk është në zërin e bukur. Pse? E keni ju të miratuar ato. Te 6, po të vjesh, më si që pasirat e buxhetit. Te 62 nënda. Por ne kemi miratuar buxhetin, kemi përllogaritur fondit sa duhet tamam për këshilltarët. Ku ka vajtë kile? Aty. Po ai i lek të po llogaria është nuk paguan deri në paguet e shtata. Paguet aty ku është. Çfarë keni punë buxhet në këshill? Për të keni drejtë. Çfarë keni punë? Kush të dalë këta bie ndryshimi si do duash ti? Tani çfarë kanë këta që dorë 3 muaj? Çfarë ndryshimi kemi bërë? Çfarë ndryshimi kanë? Sa muaj ja pahen në pagë? 4 muaj. Në dhjetor janë. Mirë, 3 muaj e 29 ditë sa orë? 4 jo. 4 muaj. Tani shefe, mua më e keq nuk është kjo logjika e diskutimit, sepse informacion e ke të botshëm, kohën e ke në dispozicion të botshme, këshillin e ke në dispozicion sa herë të duash, ti base nuk e ti përvojë bashkëpunimit tonë me administratën, po e mbledhur edhe jashtë radhe. Dhe tani që të vish këtu e të thuash, unë kam 2 muaj kohë dhe nuk kam kohë që të bje një ndryshim buxheti, që ta kaloj nga 97-a, kemi bërë 7 mbledhje deri tani, nuk ka logjik.
Kjo s'ka fare logjik, se paktën Po, aici e një buget, unë do ta studioja se kisha bërë unë. Se unë nuk kam qenë, prandaj ta shpjegova kam ardhur në këtë marsi. Ju e kishit bërë buxhetin, unë do të studioj ku I keni dhënë një ose ka situacioni përfundimtar në 31 vjetor të 2025 s'ka dalë. Ktheu ajo pagesa, bile akoma jam prezur me një tjetër pagesa tuaja, presin e atori. Po sepse ju si keni bërë siç duhet, ju s'keni punë në këshill ndryshime, po që se do të bëjnë ndryshime si sa sekretare. Sepse ne dinim që duhet të 602 nëna kështu në rastin me udhëzimin e buxhetit. Ua miratuam atëherë do kanë fonde. Kanë një fonde të 602 shtata. Po bjerë, vetëm 4 mbeti, 5 mbeti, se keni provë. Ja reflekt shtata që ju I kërkoni llogari. Nuk ka ndonjë forcë. Se s'bezulove dhe pagat e administratës në moment që skalojnë ato. Nesër me gjitha të diskutimi do jetë që më bonë për shumë cikat. Po që në dhe në vazhdën e kësaj o kryetar, unë mendoj që kjo nuk mund të ecet të shtu. Nuk është hera e parë që këtu vijen pika në rendin e ditës dhe nuk nga vinë materialet ose vinë ditën e fundit në paraqiten mbi tavolinë. Kjo ose është një pengesë për mos funksionimin e Këshillit Bashkiak, ose është pa aftësi e administratës. Për të duhet me sqaroj kryetari. Sepse kur ne ndrëm probleme dhe diskutojmë, këtu të gjitha ato vjen në vesh shurtër. Kemi 13 që po diskutojmë të ardhurat, akoma s'kan ardhur. Kërkoni suport, çfarë do them? Por të paktën kështu nuk mund të vazhdojë. Në 6 pika të rendit të ditës, vjen vetëm ndihma ekonomike. Dhe afrimi që do na sjellë materialin e diskutuar, që ka ardhur paraqitur që në kohën e tyre. Pjesa tjetër, atëherë është në vlerësim I këshillit. Domethënë administratës nuk duhet t'ia dim se çfarë është këshilli. Unë flas për veten time, nuk duhet t'ia di për tjetër. Unë një gjë të tillë nuk e toleroj dhe unë nuk jam dakord që të shtohet as edhe një pikë e rendit të ditës se kohën e kanë pas dispozicion gjithë kohën e mundshme dhe po doni hajde I diskutojmë që t'i bien brenda afateve. Dhe sa për atë se kush nuk ka lexuar apo kush nuk I lexon, unë mendoj që gjithsesi të flasi për vete se unë vetëm I lexoj zë për zë të gjitha materialet që më ka dërguar. Kisha krejtë për Artini, se kjo nuk I lexoj. Artini mbase s'ka syze Unë bravo, nuk para qef t'i lexoj, por problemi është I dua t'i shoh. Ti kem tu parë. Dhe unë mendoj që nuk do të kaluar asnjë pikë derisa materialet nuk kanë ardhur. Vazhdojmë me pikat e materialet që kanë. Raport, titulli këtu raporti vjetori monitorimit, ku është raporti të raportit? Konsumon farë. Mirë, dakord. Ngrijeni dorën, s'kam ju. Jo e konsumon. Problemi është raporti është raport drejt. Diskutuam, ne do të kemi prapë e para atë që diskutuam. I nderuar kryetar mund të vazhdosh. Do të bëjmë ndjes bilas, që të shqetësova. Jo nuk po shqetësoj më. Po, çfarë mendimi kanë nga këshillat? Baci çfarë mendimi? Për çfarë? Si shërtudi? Po pse po bëj? Po të pyes, mo çfarë mendimi ke? Vazhdojmë ditës me këtë rendit ta ndryshojmë, të mos ta ndryshojmë ato materialet që janë përgatitur, dërguar këshillit nga administracia, janë dërguar këtë jo na shefet I ka ardhur, këto janë justifikime kot shit pas ligjit ajo, jo I di ose di. Këto janë ndruar herë tjera këto shefet. Janë bërë çdo 2 muaj vinë shefet re, nuk ka pas ndonjë problem. Kjo dërgoj justifikime nuk e hajta kuptoj, janë probleme teknike që po justifikuar, kështu që vazhdoni bëni si tonë, s'ka më jo problem. Si të vazhdojmë? Vazhdojmë Nuk të pyes në komentosh, a shebja është e sotme, nuk është e djeshme, ka përgjegjësinë para si kjo ka nevojë për ndihmën e saj, tjetër nuk diskutojmë atë problem. Diskutojmë problemin e vazhdoni si doni, s'kam probleme. Je dakord me Leninë? Po, ç'o ta lëre? Landi çfarë mendon? Këto materiale nuk është e parë që vinë me vonë se dhe me tjera kanë pregon tani unë pa përgjegjësi e administratës. Po çfarë do bëjmë më tej pa të tham që është. Po për më tej ta bëjmë njerë që unë kundra jo. Si ta bëjmë? Që mos I kalojmë këto pikat sot,
Herë tjetër, Cilat pikat kalojnë që mos kalojnë? Nga ato që tha krenari. Jo se e bështë të krenari, po nuk pa unë njohë pa asgjë. Se më të si vashtë. Ti lëmë në mberi tjetër. Qa ndryshojnë pojla për mberi tjetër? Do të studiojmë. Qa ndryshojnë pojla për mberi tjetër? Në radhë parë, administrata e tjerë nuk t'i bjerë më si ditën e sot, mëse 1 ditë me 2 ditë me para mbledhjes, 1 ditë para mbledhjes. Jo, në rregull nuk t'i është mendimi tënd, mendimi im që t'i bjerë dhama në kohë. 5 ditë para, siç është libër. Po dërgoj materiale sekretarit. Kërësim kërën gjithë? Shmendim e kjo. Të vazhdojmë me pikat në poshtë. Mos me qila pika? Me këtë ndihmën ekonomike, këto tjera, ato që janë këtu. Ju tjerë, Lili. Tani të mungesa materialeve në fakt është bërë një çik si rrugë. Në shumë leti ne kemi parë që gjithmonë ka ndodhur fenomen. Jam me atë që vërtet urojmë suksese financierës, edhe ajo pas të ka të drejtën e saj, se të gjithë kur futesh në një punë që nuk i gjen ato gjërat e shtruara, normal do kesh të përgjithësi, siç i shpjegon ajo, dhe unë s'marrësh nga kushte ekonomike, mendoj se mund të jetë e arsyeshme. Mendoj që mos të bëhemi që në fillim që ta trëmbim me këtë financierin, ai edhe kjo shpejt e shpejt, si jam me këtë që ta kundërshtojmë. Jam që hajt të diskutojmë edhe të... Se mendoj se duke ngelu këto duke i shtyp, mendoj që mangësira janë edhe për bashkim. Po vetëm të merret një zotim që këto gjëra mos të ndodhin, se janë vërtet shumë herë të përsëritura. Po. Ne ishim mbledhjen e mëpashme, sinqerisht ishte një mbledhje që me të vërtet neve flisnim me veten, se këtu nuk ishim fare pjesëtar të bashkisë. Një gjendo që erdhi pak dhe iku, dhe neve ishim me të vërtet të laposishëm me njëri tjetrin, ne kishim të mbledhjem shumë herë. Shik më seriozitet për të mirën e punës, jo për ne. Po. Unë jam me të mendim që mos të bëjmë pengesë. Po tjetër, ju tjetër. Luli, ti i letër. Për ka dy të tërë do të ikni të tërë, që ta do të ikni mendimin e tyre. Sepse unë do të marrë vendim dhe ju do të merrni vendim. Për e curin e Këshillit Bashkisë. Prandaj po ju pjesni për njësë ata në zënsin e shkollë. Preni mendimin tuaj. E dëgjuat tërë situatë, e shikoni vetë, keni kaq muaj që jeni antar të Këshillit Bashkisë. I keni vlerësuar, keni rënë dakord unë, ju dhe ne të tërë bashkë me një tjetrin për e curin e administratës mos ngelesim në një kohë dhe konstruktivitetit për ta ndihmuar administratën e bashkisë për të bërë detyrat më mirë dhe kemi një viti mendim dhe prandaj kemi sot të marrim vendim. Por duke menduar çfarë do ndryshojmë nëse do marrim çdo vendim. Kjo vendimin e zhvillimit për të mos shqyrtuar këto 3 pika që kemi, qoftë edhe për të shqyrtuar ose për të lënë një pak kohë. Ne po i pyesim për ju. Vazhdo mendimin tënd. Unë jam dakord me fjalën që tha Lili për mos u bën pengesë për këto pika që nuk kanë ardhur, të marrin masa edhe këta për herë të tjera, se këto janë bërë si varz tani. Çdo herë kanë patur mungesa. Kanë ngjelur gjërat të përpamëtur her pas here. Për mos u bën pengesë, të marrin një vendim, të bëjnë pushim, të shqirtojnë. Mos ta lëmë rrugën tjetër. Po, Borin. Çfarë? Po, në ato të bëhet shqyrtojnë vetëm të pika të radio. Bërë? Po. Çfarë? Tani, përderisa informacioni, do me thënë, ne këtu diskutojmë dhe marrim dhe vendime që ndihmojmë administratën gjithmonë kemi bashkëpunuar, por përderisa informacioni nuk na ka ardhur, që edhe ne të kemi kohë ta studiojmë këtë raport, për mua vazhdojmë me pikat që kemi informacion. Eli? Çfarë? Ju në mirë se ardhin një financë, suksese në bashkë.
Unë jam dakord me kolegët të vazhdojmë me ato që na kanë ardhur. Arian, Ti kalojmë këtu. dakord me paraforci. Po. Ti kalojmë këtu pika që mos të bëjmë kujdes. Unë jam me mendimin që të diskutojmë pika që na kanë ardhur në rendin e ditës dhe që kemi informacion. Të tjera, kur të na vjen në Ju në të dakord që vazhdojmë me pikat e rendit të ditës që na kanë ardhur informacione. Pikat që s'na kanë ardhur ato informacione janë dy pikat kryesore. Dy pikat kryesore janë planifikimi i të ardhurve të trashëguar dhe raporti i monitorimit. Tani, pikat e tjera në ngejnë ndihma dhe përkrahje sociale dhe dy pikat që na kanë ardhur tani. Diskutimi i pikat e tjera që kanë ardhur shtesë, do bëjmë një pushim të tarë. Dhe pasaj do të vazhdojmë në deri me këto të dyja. Po pse duhet bëjmë pushim kryetar, kur mund të vazhdojmë me të tjera dhe mund pasaj Me të tjera janë këtu, kemi një dy pikat e parë të sishëm. Dy pikat e parë. Ndërsa këto vëmë tjera do kemi pranuar për të futur në rendin e ditës, se është thjesht kjo për këtë të kësaj. Plani social i străinii. Plani social i străinii nu ca në një peshë në lësimi i romik, por është i domosdoshëm që ne ta studiojmë dhe pastaj të miratojmë. Dhe për këtë do të shkurtojmë tani në një minutë të të pushim. Pastaj qartësojmë për të vazhduar më tej. Dhe kjo tjetra, kjo është përfitimi i shtesës. Cila është përfitimi i shtesës? Rejnë e krajot në Dërësimi shpiret dëmtuara në përmetit në zhune shëllurisë. Në ndoj që nuk ka në një ja kesh për të mirator. A e nëmi, të vazhdojmë me ndihmën dhe përkrahje sociale. E se përfundim kryetar, kur të kalojmë pagat të shqiptarëve? Ha? Kur të kalojmë pagat të shqiptarëve? Pagat të shqiptarëve? Po. Ti të kam kryetar, jo, ti të kam kryetar. Se unë s'mora akoma s'mora përgjigje. Që s'mora, përgjigje në morë? Kur? Basë se të këva, basë më sa në kuptoj mirë, daj të pyes. Shefi e financës do përfundoj raportimet që ajo nuk i ka. Kur do ja i? Kur do kaloj? Ti ke 2 muaj që jam kur do kaloj? Shefe, suksese, shefe. Këtë drejtën dhe të nga gënjesh. Do të të jenë në vjujë, kupton. Kjo i përna vojtë të kaluar. I kom në sofë, mojë të ndoj me. Kësë nuk e kaluar. Kësë pra më në përtu. Që nuk në më Këra, do përgjigje më të sakë. Jo, po këshu bërnda. Shku e ka në njësë në vetën e. Ti që e drejtori bankës së bëjnë ma brejnë. Do vishte mua do firmosër, do marrës kredini, ma Kredi, pa të leti më përë. Jam të ndihmë dhe përkrahje sociale. Jo, tu të zagorisë në. Po s'ka ditë punë në zagorisë, ne do të miratojmë në dojë, se përbalojmë do të merë. Ato do të paraqesim pasaj në pasë. O Nardi, kena një gjipë të këmpë të vazhdojmë me këto dyre. Kemi një për të dhenë po. Dhe dhe më aparen së të dhenë. Tani, ma gjendoj. Se, në fakt, pika rendit ditës me gjata është ndihma dhe përkrahje sociale. Ka në ndryshim në E 6 që nuk kemi ndryshim. I bua jo, tjetër. Për konti bashkisë kemi ndryshim. Kemi hequr rushën, pas, dhe kemi futur Vladimir Zanendin, që është akoma në shtëpije. Në hequr prapë kërkojnë dikë, nuk e refuzojnë. Kemi në numër në vënd. Ka kërkesa të tjera? Jo. Në këta që ka e shtëpije, ka kërkesa të tjera në bunë? Nuk kemi të tjera. Dhe nuk ishtë?
Ka ndryshim tjetër? Jo, ky është ndryshimi në Të 6%? Të 6% që jo, 6% që është një kyç nga fondi bashkisë. Po. Ska asgjë, ka ndonjë shumë ndryshim të lista ka? Kryetar, po me këtë grupin që merret me këto familje të shumë në nevojë si quhet se kam ide. Shërbimi lëvizjes. Komunikoni? Mos ka ndonjë rast që duhet evidentuar gjë kisha tek apo? Nuk kem, S'është ngritur ndonjë problem nga ata. Është kërkes kanë. Përndim, po atje puna përndim dhe gjithë bëhemi shtrihemi këtu në ti duan Jo. Kanë ndihmuar për të aplikuar për kem, për këto i kanë ndihmuar ato vajza. Jo, flas me këto që Që ne mos jemi bashkë me Lina në ato që s'u vesh. Nuk ka rëndë, se i zgjidhin direkt këto. Politika ekonomike nuk kanë ndonjë gjë të thënë. Po. Kam një mendim nga qytetar, jemi dakord ta miratojmë se Marinë se kemi punuar. Dakord jemi? Aty ne dakord me ndihmën e programit social? Po. Kemi një mësim e video. Dakord. Na Adrian. Marinë s'ke. Ha? Ke? Kurdo? Kurdo Marinë, tash. Po shpjegatë do. Çfarë pikë? Ndime aty, pagat ushqimore që trajton dhe në pas. Të dhe asaj të lagos? Është një grup familjes aty. Një grup personas në pas. Ku e familje? A një bëj një pyetje, unë kam ndërtuar. Këto paketa ndihmëse janë për këta persona që janë në skemën e ndihmës ekonomike apo edhe për familje? Po ç'është, se këto është për familje më në rregull. Janë graf me familje, grabon. Edhe të këta. Po, se timi. Kemë të sikë këta pasura. Kam bu pamri kryetar. Me thënë, në pagu është shtatu vetë. Si para të një të reforma në No. Po zem për vënë natyre, këto ta ketë shkon. Jo mos e kam. Ai shpendimi. Marinë e ke bërë shumë mirë. Qofse është duhet të ndryshojmë diçka. Kush i ka dhënë këto familje? Po me një gjë tjetër. Ushqimet e sportit e kema. Çmimet. Çmimet i mora ato çmime janë që mora unë në dyqan. Do më janë çmimet e tretë. Janë çmimet e tretë. Mos i ke nga një stati se ato janë ngritur 7 herë Nuk i mora vaga në dyqan, bëra listën, kërkova çmimet dhe ndaj për shtata plus Do më thënë ideja që të harim këto lekë. Plus minus i bëra pak me të shtuar se kuptohet janë shumë. Tani plus minus informatori do heqim diçka, do të bëhet pak do të kujtë 5000 lekë. shumë mirë e një Ja, ne duhet të dalim një fond nga këto një fondi që ka... Në gjithë bashkëria e familje? Po ku e ke prevendi? Ja, nuk e kam të do të planon e kjo këta apo jo. Ne ta propozuam vetë këtë gjë. E ranë zakontën e parë për pagot ushqimore që... Djerë vendimin berjen tjetër, projekt vendimi edhe kalojnë, po keni fonde. Po ja kam... Unë e kjo që ta bërë projekt vendim, e vërtetar. Unë kam bërë kërkesë financës. Se nuk besë se... Jo është në gjë që janë ta miratojnë me të parim në Nëta do të 3 muaj të marrim vetëm me të shumë, po... Se nuk besë se dhe ka bëjë unë atë projekt vendim, se nuk kam financë në dorë. Unë bëjë propozoj të financa Po në ndryshimi. bëje prevendimin dhe është diçka që është për ndigë. Nuk është se çdo studiojmë ne. I dim tani, nuk e japim. Po kjo 1.500.000 është të reja? Po 15 milion. Vjetë, 1.500.000 vjetë. Nga to të të heqim 300.000. Tale finanță. Me
Majlinda, të këto 6 familje I ke nxjerrë janë kushtëzuar nga fondi? Apo si ke vlerësuar në 6 familje ti? Dhe pse ke 6? Ideja është të dani plus minus I dim që familjet të tëra janë plus minus në një kategori. Po të fillojmë të hapim kriteret më shumë, I bie që të gjithë pastaj kanë të drejtë të vinë të kërkojnë thonë pse ati edhe jo mua kur jemi barabartë. Kështu që janë munduar që ata që janë aty nuk besoj se do vi dikush që të thotë pse ki. Unë jam më keq nga ai. Jam dakord, po mos kemi të tjera familje në këtë nivel? I keni parë mirë? I kemi parë, nuk ka rezultat. Tani më kanë ka shkuar. Po thuaj se jeni një mendim, do të thotë që këto familjet janë vërtet kështu, po mos kemi më tepër e kompjuter. Do të keni studiuar komplet. Besoj se kemi studiuar mirë, në qoftë më dalë gjatë rrugës, dhe në një familje tjetër, do kemi mundësi të shtojmë. Kemi mundësi në final, në fund. Në final, në fund, në të gjemë. Është e familje e Labovës? E Labovës është, në parë në Shqiponi. Në Shqiponi. Jo, si në këse jema. Ata e studiuar kanë nga ta tjera profesore. Mos kemi të tjero kujto. Po tonë të tjera në këtu jemi prave të gjikojnë. Për ata njerëz nuk mendojnë shumë. Tani një sekund, 1.500.000 lekë thua ti. Është fondi që ti kërkon vetëm për pakot, apo është me të janë 100 brenda? Ose nuk hajde ta kuptojmë të njëjtë. Fondi që ju keni aprovuar, për shërbimin tuaj. Aty paguhen ndihma nga fondi bashkisë. Nga ai fond, unë kërkoj të bëj një kishim zëri. Nga ai fond, po e mandoj fondi. Nuk kërkoj shtes. Nuk kërkoj shtes zëri. Kërkoj nga ai fondi vitet në 200 mijë të shojë destinacioni. Biles do të isha dakord që ta zgjeroj listën e dhënies së ushqimeve dhe të paksosh listën e njerëzve që e plagojnë. Ju do të shkruaj tonë në tani si të shohë si do vej. Ajo nuk dalë si bëjdo tranquilla. Da po bëjnë të tërën të anë gjithë. Majlinda, këta emra kush ka përzgjedhur? Zyra. Kush ka përzgjedhur? Zyra. Cila zyra? E shërbimit social në bazë të Ky Bujar Ismailati. Bujar Ismailati, unë marrë të dhëna dhe nga administratorët dhe nga qytetarët. Po pra, ky Bujar Ismailati. Në pravisht. Në pravisht, nuk pasa njerit më keq nga Bujar? Bujar është në pension, është I zgjuar, më I zgjuar se të në e jemi. Edhe po të vjen në garë, është bile, a I mund të drejtoj dhe zyrën tëmë dhe në të në garë. Nuk po dhamë të dhëna Tani, kusha ka të në? Është e njeri Një minut, kusha ka të? Të kërë plakën e pravisht, së shë pensione? Nuk më dhamë të dhëna këtë pension. Si se dhe di unë shumë një këtë pensione, sa me 300.000 lek sa me. Jo e 300.000. Po si s'me ma I ka të në puna? Qa kushtë? Po s'me 300.000 280.000 lek, 270.000 lek. Tani, o kujdo, më t'jo dhe ti me vëmëndje se ka recikletit ke të ka shënë temë. Problemi është, në le pravisht që një panjeri. Jo, janë diskutu shumë, nuk janë... O, Majlinda, tanë një dhe ka manga shikirja, nga I ke marrë, shkjoj. Kam pjetur për në përë... Po ku ke pjetur, ke pjetur kujton? Kam pjetur edhe... Kod? Kujtu aty e ngriti dhe nga në parë si problem? Jo, kujtu a ngriti për Selimushi. Dhe janë dakord, pra Selimushi. Tani, është dakord, janë dhe unë dakord me atë, se I ka I për mështë ati, dhe tjetë e sa bakuri. Ollaj o do të atëm të adjo, unë do të atëm të adjo Bujarin, ose të adjojnë këta gjanë ku. Ora unë,
Lajmë dhe ditë fare, mos e bëj fare, mos dikoj fare. Ka një problemi shtu, ma një në... është diskriminimi. Jo, më lejtë diskriminimi. Shkëtë, në shtajnë të shkallëm se pare se të flisja më kujgjot. Ka një fillohet të flasë, fillohet të tërsi ato bletët në atë
Po. Analizë nga sektori që mbanon me përpikën e pare, Miraton atë. Dakord dini me ato të para, të Miraton, të para. Ato me pikën tjetër, analizë nga sektori shqiptari publik, në masë të marrë përvojtë dhe zgjerimin e ambientet të vjetëruar në qytet, si dhe grumbullimin, largimin dhe përpunimin e zgjedhjeve urbane dhe përputjen e standardet e lejuar. Masë janë marrë të sistemimi në mbrojtjen e vareza e zemore dhe atyre publike në bashkinë e Tivorës. Po. Urdovi. Po. Aty? Po. Shërbim ka punuar për zgjerimin e sipërfaqeve të mjetura, për menaxhimin e mbetjeve urbane, për mirëmbajtjen e rrugëve, mirëmbajtjen e vorrezave. Pizë me radhë. Për pastrimin e rrugëve, kemi ndërhyrë të gjitha fshatrat, si në qytet dhe në njësinë administrative Qendër Libo dhe në zonën e Zagorisë. Për mirëmbajtjen e vorrezave, po ashtu kemi ndërhyrë gjithë zonën dhe në Qendër Libo dhe në njësinë administrative Zagori dhe Qendër Libo. Këto punë janë kryer të pjesme me punëtor, me 5 punëtor janë mbajtur në të situatë varrezat dhe të dëshmorëve dhe varrezat publike. Në Zagorisë, për zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra, kemi bërë punimin e tyre, krasitjen, lyerjen, mbjellje të luleve, zgjerim të ambienteve, si në qytet dhe në disa qendra të fshatrave të re. Si dhe në ambientet e shkollave me pravisht dhe Libo. Në ndërhyrje të mirëmbajtjeve të rrugëve, kemi ndërhyrë në disa rrugë si në manastirin e Stegopulit, në Labov, në Bulo, në Nepravisht, kush Nepravisht, dhe në zonën e Zagorisë. Kemi bënë vendosje të tumbinove të reja në disa vende ku ishte e nevojshme, kemi bënë dhe pastrimin e tyre në kohën e dur që në ndihmovi shumë dhe për përmbajtjen e të vit të rreshje ka të mëdha. Kemi ndërhyrë dhe në disa rrugë të qytetit, një pjesë të mirë të tyre, me beton. Të janë të Zagorisë, që shkënuar në mbajtjen e tyre. Janë disa e keni të shkruar ato rrugët në dokumentin e komitet. Dhe disa rrugë janë vënë në qytet. Kemi bënë ndërhyrje në disa rrugë, mure mbajtës dhe në vorrezat e Qendër Libo, kemi bënë ndarjen e parcelave. Kemi ndriçimi rrugor, kemi mbaruar disa fshatra. Që më prapa një foto edhe një ato foto në fundit do t'ja film e perikur dhe do t'a bësh bedera të Jo shkëndi i fotografisë. Fotografi. Marrë një foto ka sigurt drejt. Guarda se come Shtylla të rrugës janë
Ta ka bërë borgja i më në një. Borgja më ka bëjnë qytetari i thotë Andrej. Ku e shpina të shtyrë? I letë dhe nisi. Madje ke 5 letë. Ja, kjo, zero. Jo, qeta ma po. Tani këto të nga beja nuk janë të bashkë. Në fundit fare. Ato janë familje. Ato janë i familje. Ato janë familje. Ku i keni gjetur ato? Sa që të nga keni gjetur? Kemi në natë. Shkëmajtë vite së vëdën laku. Që pojnë së të dhe. Ose vetë i gjithë të tjirë. Me thotë më naje. Së të vinde ajo sot të shikojë me këtë televizorit a kështë. Televizori sot. Për të përmërsuar infrastrukturën e rrugëve, formojmë me 3 mujori, jemi të shtrojmë beton, pjesën që kemi bërë në program. Ku ma ne ka të gjemë hala, bërë që me rrugë? Pritë në andi, të parën, bullo Se u loga u. O të t'i groba tu po të belerotë. E ti pëse në bëra të pite, ka vazaj të qëto. Pjesë për e tjera, nëjsi. Marove? Marove? Ka në një pyetje nga pëshitan? Po, kam. Vazhdo. Unë nga prim shtuaj pyetjet e përgjivit. Po. Kam ato disa fotografira mdeja, në Libov, qytet, tek Njësia Administrative e Qënë, në Libov, në Skadrë me Arab, nuk e di. Konkretisht, po flasë për Bulo, sepse nuk më flasë do për nevarishtë sledhe në pravisht, në Bulo. Jam prerë barat, deri tani në Bulo, që ose keni për vjetë, dhe nga një asë një loj bari, që ose keni prerë në brëm në avën, nuk e di, se deri djenë pasite kanë qenë djetë, dhe në ka. Asë një loj bari, si shperët, edhe për rrugët, se kuptojme atë rrugë që asfalt, kanë qëmë 4 gropa në një vënd, 2 keni mbushë, 2 keni lënë, është që dit, me beton. Sa dhe fondi Si? Sa dhe fondi tjetër. Gropa nga ka një Landi mos i mështë më shurë se afrimi më tha muaj që vetëm për Bulon kam përmuaj në 2 muaj. Një minutë. Gropa, gropa, po 4 copë që në stacion, 4 nga kaqe, 2 janë zërë, 2 janë zërë që dit, më përri shumë përshqilje. Do baras të vidu jenë barat mirë, akoma se në kanala do të... A dorim të thraja një përsaja. Raporti është 1 vjeçar, është mars për mars. Ajo që pe. Mars për mars? Ajo që pe është mars për mars. Jo për të vitin. Tani që më jenë në një? Do të vitin. Vitin tjetër do t'jam raport për vazhdimin. Tani është mars për mars. Është mars 2025, mars 2026. Tu jemi në Bulo. Kur Bulo? Bulo, nuk e tim Bulo. Rruga e shkollës. Ja vendosur Plumbina. Është bën shtrim me qakët. Unë të thash, nuk ka vajtur andër, se dhja, se thash për të gjithë. O, kryetar, po darë mos i dilin për të dimë, unë të pyet dhe unë të barojnë në regullë. Nandi, në të pjatë, sa i në Bulo, rruga, nga ura, deri të familjarët e fundit, të në qakët. Po ke parë. Djatë deri të qëndurë, me ka i Pelivani. Nuk të si vjemë, janë 2-3 familje. Nandi, sa po e kema vajtë sa i në ura da. Vete gjuar Kemi shtruar nga shkolla deri te oficina. Dhe jemi në vazhdim për të shtruar të 3 rrugë me beton. Por e unë të thashtë e rruga kryesore, një nga Goranzia, keni vënd 4 gropa që një vënd o kaqe, 2 keni mbushur. 2 për me beton dhe 2 ku janë, hapi që do të më vajtë, ku janë gropat. Por nuk kanë ditë për ditë atje, më që. Bara të s'keni fillon me bara të vjetën të kojë që prejnë bara tëra, po në të thajnë ose të Një ishin i bërë me asfalt, dhe sollën nga... Këtë të bërë me asfalt? Një gropa. Dhe 2 të tjera dhe kemi beton, një kemi illustruar. Rëku po e keni bërë si kampanu, dosha si kampanu, se kanë dorë si kampanu. Pas parami në 2 janë. Si? Ato 2 janë. Jo, si kampanu, dosha e kampanu në bimë, dosha nëse një, po e kanë përgjandurë, kampanu në Për bimë. pastrimin e barrave, jemi në vazhdim. Gjitha, ato rriten me ore me ti. I kemi kaluar një herë, 2 herë. Keni kaluar në Bulo e bara juve, si vjetë. Po, biles nga ka përtitu dhe kri pravu. Se bëni ka i shumë.
Do se kam qenë në syta si kam parë. Dhe mbaroj Landi pastaj. Jo, mbaron jam u sqarova ja doam, si kam parë, do si kam parë, jo, si kam parë me dy. Tani. Mbaron, si kam parë. Ka se nga ajo që tha Viola, që tha është vazhda e punës afate 1 vjeçar, dhe duke u nisur edhe nga relatimi që na bëri vitin e kaluar aprimi, domethënë gjej këtu një 2 pika që kemi diskutuar herën e parë. Kemi diskutuar herën e parë për temën e edukimit në vazhdim, për sa i përket trajnimeve të stafit. Ka ecur në qikë si projekt për trajnimin e stafit? Po, ajo është detyrë që bëhet. Bëhet në Janë 6 muaj. Edhe tjetra, me qenë se herën e parë të gjithë punojësit u gëzuan jashtë mase duke rroga këshilltarëve, po këtë radhë janë mërzitur ti që si kanë marrë rroga këshilltarëve? Jo, thanë, mase bëjmë dhe ne kështu si këta thanë, Ti mos marrin rrogën? Jo, ti marrin jenë 3 muaj, dhe sa marrin këta për 3 muaj, ne marrin një në vitë. Shkuna i vede defterin të qani dhe i dhe atjet tëra dhe jenë në shqipës vërën defter. Dhe një pyetje më kërta? Një pyetje që afrim në lidhje me varezat e nepravishtës. Po pash në një gjë dhe dua të ç'është bërë në gjë me ato vareza se mbaj mend që kemi diskutuar dhe shpejt. Nepravishtë e poshtë. S'është temë për mua, unë jam për mirëmbajtje. E po për mirëmbajtjen çfarë është bërë? Mirëmbajtjen ditë për ditë atje e ke. Edhe sot për shumë ti flasim. Po. Se se shok këtu nga. Janë dhe vorezat e Pas gjipi ka lojë sot që në jetë. E po ndaj e ke quar sot se kishë mbledhje sot. Kishë mbledhje. Shpërndarë të të davërën nga një ti. Unë që janë të pak. I ka quar sot. Dhe po, në fakt unë të aplikoria vetë i ka quar sot. Dori dhe fotografi që... Po, s'pash fotografi me të. Jo, i ka quar sot. Për e drejtë të punoj pas e i nërojnë në për fotografi obu. Si të nepravisht dhe të zaborisht. Dhe në këndër administrative i bovës punojnë tani. Kaj që punëdore kemi, që se... Po, mbaroj atje. Tjetër. Kush ka pyetje për shërbim? Po, vazhdo. Në lagjën tonë që ta do shprehet rruga tani, po muri në poshtë duhet të bëhet të tëra ujë në shumë pëse. E tretë? Po, të shtrojmë rrugën, po bëjmë të murin alartë që hapën dje. Po duhet bëhet e në poshtë, të tëra ujëra që do një dimit, atje do shkojnë. Në vazhdimin, po ndërtojmë muret, ndërtojmë bajmë rrugët, po të tëra muret e bashkëteve s'u bëj bashkëtjes. Tani edhe po një sketi i bëj qiktorë. Vete si kur... Po në tërnemi Shdoj që një kërkon, gjitha të... Që e tjetër. Makar të bëhet. Me që thatë në vazhdim, rrugët vazhdojnë shtrimi rrugët e përshme? Po, do fillojnë në njësë shpirë. Po do vazhdojnë, po falë, po kja do pike një duhet miratojnë, një vete trashiguara që do vija makina betonere, ndaj thash që parë, në falë kretar. Duhet mirator ajo pika që të vide vete trashiguara që të bled ajo betoneri janë. Ja, po dhe se mirator, ajo që një me financa që së i do një investime, po se një investime, në vrajnë mundjen, miratojnë i toj që të bin lekët. Su mirator, po ku i ke? Rasi do një, po përderi sa kemi që. Po ja të marri mundë patën e tje, dhe më të apri betoni. Do në aftosh me të trajnë Në këshiltar. Po ju kuju në Komisioni Ekonomisë, ju blidhe një 3 muaj edhe. Po mi po 3 muaj ka 31 ditë viti. Po vini... Ngele dhe 28 të tjera. Po vini dhe për këtë ditë, gati. Vini? Në daj bëjt 200.000 lekë të për të funi marrë. Ke pyetje ti? Jo, po nga që s'bërë jeni pyetje të Ale, pyetje afrimit. Në i pyetje? Afrim mirë është që të jesh ullu se më vjen keke të lajtë. Të shodhe në sitë, Me që ke bërë këtë rezumen, me gjitha të panorame që ne dhe atje një mua më surprizojë komplet. Se ajo panorama që dhe të regon realisht, mbaj atës të nga bërë dhe për mota ajo. Dhe po si tonë që gjithë i bërë. E para njerë unë, të falenderoj për punën që keni bërë, që po punon dhe punon shumë. Dhe është e vërtet që meritoni një... Po mua nuk më përqenë një gjë në këta aspekt, që e filluam në fillim me forcat të përqendruara me këto të shërbime dhe e latë në mesat 5, vetëm i përqendroni ku duhet bërë në imu. Një. E dita, në kuanë që sa pemë keni mbjerë disejtë vjetë në periudën e jetë bërimit, se ka një pushat dhe qatë.
Ka lipja. Përgjigjem? Apo në fund? Si? I përgjigjem kësaj Jo, më mos i përgjigjem se kam akoma. Duhet më thuash një çik për këto mjete që keni në punë. Sa mjete keni në gjendje pune sot? Si keni mjete të punës? Dhe me që e përshërbime se do të kisha lipen atje përgjigja. Këte eskalatori që i përdorë 10 quat në fush, sot është të takët. Kemi një vit që kemi, 9 muaj që kemi quar dhe e kemi ikër nga fondi i investimit për bujësim dhe një dit në bujësim për 9 muaj nuk ka punuar, asi dit. Dje bati atje dhe dje i këpëtin gjiri. Nuk është përgjesja jote, asë përgjesja jote. është mënyra se si juve një mjet ja hipni, një shofer ja hipër, tjetër ja zbret. Dhe këto mjetër më duke se e kënë dhira është përdorimi të gjitha. Po kjo do të diskutoj pak më vonë. Tani më përgjithmi që për këto pripetet e pari të bëra. Mbjellën e PB1, edhe atë pjesën tjetër të tashë grumbullimin e gjithë shërbimin. Pse keni ndarë atë mënyrën e shërbimit të grumbulluar të njerëz? Për mbjelljen e PB-s kemi mbjellur asë njërën, vetëm e kemi lyer, i kemi krasitur dhe kemi mbajtur ato që kishim. Se ashtu erdhi fondi, u realizua. Si erdhi të kërë? U realizua. Qarë si realizua? Për blerja. Blerja PB? Për mjetët, për ndarjen e punojshme. Për të që merak, ndarjen e punojshme se si funksionojnë. Me rast do të keshtije, pas edhe Në kam për Po. E ke i realizoj? Kjo t'i bësh një nga një? Apo? Si një një? Një nga një, të punon një në bulo, një në pravish, një në Segop, një në Su. Jo, unë i kam si pas vëndit të punës, si pas nevojave të punës. Për shumë, për të bërë murin të vorezat, duhet të kra pune, duhet të duhet... Sa mur këtë planifikuar për të bërë me portat e tua? Ke në një projekt që ke filan mur, do filan pun, do ke filan gjate, ke filan pun, ke filan vëllë për të bërë apo, që dhe për para do bërë? Jo, me projekte... Ku i ke projekt? Me ka inxinjeri. Cili inxinjeri? Nelson. Në s'keni pasur. Dhe tani s'keni pasur. Kushta s'keni pasur? Ku e ke? Ku i ke projekt? Me ka inxinjeri. Ku i ke më kjo? I ka inxinjeri. Ju me shofun, ju i bëni punët ku që dhe për para. Gjemil, e ka të më qëtë të me po e ka Gjemili më të të sjerë në tani më për. E ka i ato. Qarë? Projekte. I gjithë që të ka përgatit për I këmeri që gjithë do e këmeri. Me që ke qëtë. Do të marri që. Ko sështë një qëtë. I kemi të gjitha mure. Pse më i mure dhe inxinjer të rëtë? Këto që bëjnë. Ha? Kjede. Këta punojës nuk janë që aji që është në bulo, të rinë në bulo dhe të bise e bulo. Aji do vide në pravisht të kori, si shtot zoti qomu, që të pastrojnë ato varezat. Edhe aji la bulo, do vej në Stegopu, që të bëj ato varezat e Stegopu, apo qëndër në Stegopu. Dhe kështu i kam darë grupe, si pas vëndit të punës që kemi patur. Meraki që për mjetët? To 9 muaj atë skrepi që ke merak, ku se kam quar asë në shpintime, asë për në krietarit, asë për krietarit. E kemi quar për shërbime publike. Kemi shtruaru, kemi restrukturuaru, kemi zjeruaru, se për atë e blerë. Nuk e blevën këta kemi të rikë të pishë. Dhe të rikë i kusht tjetër të najtë Po të që për tyja, nuk ishe blerë asë jo, a iske asë një vjetë. Atë ne e hoqën të planifikuar nga i festimi bujësis për bujësi. Nuk e hoqën për ta shpura të lartë të shpunë. Dhe ne heshtë se duhet bërë puna. Po tani që ne duhet puna të ka fremerë do përbala, shime ata? Apo të bjehu këtu të dere këtë përbala, po të s'ke përjesi për atë punë. Pra ndaj për batit se dhe delegosh lipes. Tani, nuk e di se është detyrë kënë bashki, mund di që ju jeni kretari këshirin. Keni për të kaluar këto probleme që janë këtu, jo detyrat se Ja kjo se unë nuk e ditë kemë votuar për ty, unë kam votuar për të kryetar atje. Dhe unë nuk e duhet realisht, nuk e duhet kërkoj atje, ajo ty. Unë jam e administratë. Bile për gabim që komunikoj me ty. Tani, unë e di se detyrë kënë bashki di që të komandosh mjetët. Unë kam atë detyrë që mos meken para te. Kajtë kam unë. Ti e more vesh, se ta një klasë të islami tha, unë jam këtu tha mësusa edhe komandoj dhe nga 5 në zërës.
Unë kam një kryetar, E ti, kam vetë thashë unë kam dy administrator, kam një shef bujqësie, e një mirë. Jo, e ke tamam, e ke shumë mirë. Se unë nuk jam adretus në bashkë, nuk jam adretus. Ne që marim në shpi. Një do të mua, si ka njeri një vesh për në shpi. Si pastaj? Të tha njeri ke përpësit të ne, vetëm ti dhe një mua vjetë ja të eskalatorë e përdojnë punën për punën privat. Se e mirë mbana të rrugë, thua. Kushta? Se ta bëjmë? Ku e t'jo? Ja thua e qytetarëve. Jo, e ke gabim. Jo, se ke shumë gabim. Nuk të thashtë. E thua, më thua, nuk do të bëjë. Dhe mund të atë nuk më lejnë ati unë. Se shako dhe, asë ka vene. Dhe mos më me lafe e tonë atë kafe nësi. Lafe e tonë në kafe në mos më mërdi. Se qa do dhe mua, qa do thonë njëzë në kafene. Në kafene do dhe në qa dua njëzë. Edhe mua më përgojnë në më shajnë nga do këtë. Po s'mere me ato. U mere me punë, unë po them. Nuk po them këtë që thua ti që pse e ke përdojnë punën tënde. Nuk e kam zënë as ti në punën tënde, as ariole, as kretar. Jo, të vërtet punë është ti. Po për ata fermierët që ne e ahoqëm fondin nga ai fermierët, do të ne në kërgjeti. E planifikuam ne dhe planifikuam për bërësin. 2 vjetë s'kemi bërë asë në kanal, se e morën për si përstërisë, dhe ta nuk do më rifesojnë fare në kanal, do marrë mjetin që të bëjmë punën. Po morën mjetin e kremësit, se s'kemi bërë asë me të lina kanal. Edhe atje poshtë me anë fermer, ndeshëm unë, ndeshëm ti. Do të ashtë i kush jetë kretar bashkije, jo nuk jam kretar bashkije. Jam përfaqësu se ati e fermerve, jam një ndër ata fermerve që më vijë se ta punë e vujësisë, dhe ata kalojnë me mjetën në për gjate, edhe kur kalojnë gjate në në zorët në agorë. Se s'kemi bërë në një prandaj po të themu, ta guzojnë për punë tonë, s'ta shumë t'i përdojnë për punë e t'ju. As ti, as njëri nga ju. Nuk e kam të tagër unë, edhe ku flasë në për kafene, ku flasë prapë në për kafene. Se njëzit e gjatë të zje në kojnë e kafene, të te përës guzje. Sa punojnë në mitë, sa punojnë në ke, dikush atakoj, dikush shaj, ka të punë ka kafene, usë me hemë. Se ti kujton se mu nuk e di që mua më shajnë, të dhe di më shajnë. Edhe një pjesë e konsiderish me juaj. Se jemi i bërë si gogore. Po edhe te di unë, po nuk mërë me atë pjesë. Se cili ka kulturën dhe qëndimin e ti që ta gjykoj si të. Unë e di që unë delë më sot, jam përpjekur jo për vetë dime se s'kam asë interes. Asë pra ka dhe me shumë pak. Tu jam ma, se ne ma ndjej me vetën time që duhet të përfaqësoj dhe duhet të ndihmoj. Tani pastrimi kanaleve, ka një datë që fillon apo si fillon? Hajtë vendin. Si? Edhe sot që vajtën që pastron kanal, kemi blokuar të rrugët. Nuk vendot fermerët, sepse ai është shumë i lehshëm, shumë i qullet. Atë se nga do të fillua puna në bujësire, ku do të mbarojës ti the jam për shqipim, jam ka. Atë përcaktojmë ne. Unë, si përfaqësu që fermerë? Jo, është ai drejtori. Ai drejtori, më bëj drejtori, ai drejtori. Ku është ai drejtori? Ku është ai? Ku ta thresh të i prapë? Po se dhe drejtori, se jep ti u dhe vjeqe mjetin këta bire këty. Jo, unë i thë vazhdo në real. Arate se vendos ti. Ti je për shërbime. Afrin ti je për shërbime, nuk je për radhën e bujqësi. E po ndajmë për Tani, unë nuk të thash që pse bërë këtë pse bërë ashtë. Ndajmë për kanali. Ku? Të cili kanal? Atje ku ishte në vazhdim. Atje të cili kanal, po si ishte atje radhe punë, se vendosim një të gjot tjetër. Unë, kur them unë, nuk jam unë. Unë kam vënë në dispozicion. Këtë shkuptova në vendosim në të? Dëgjoj këtu. Unë kam vendosur në dispozicion vetën time për ta ndihmuar bujqësi. Që edhe bashkia të përfaqësojë. Ka një drejtor zire, janë 4 veta. Ata bërë një hartë, të thanë, udro, fillo punë. Të thanë tyja? Po i thanë mjeti mu. Qimi, ku e ka atë të tuatë pasqyrë, ku e ka? Se ka smjeri. Ku se ka? Asë ku e ka në njëri nga ju? Ku se ka? Ku? Ti në ndoqë më në rrëvim potë. Jo, më ti nuk e po e për shërbime, nuk e për kanari. Për të gjitha e më. Jo, si e di për kanari. Po të jetë për kanari, pasaj... Hejtja të jo më të treboj hartë një hartë nuk këti mo, jo. E kam. Por jo, tani, da ditë jo ke mjetin andej, unë prisja dipen atje, bashkë me dipen tash mere materialin ka pregatit një njeri, azhonimin e kanaleve, hajde tu t'i shikojmë se asnjë nga ju që ti. Në qytetar, isha unë, ishte zoti Lipe dhe e mblodhëm dhe do fillojmë me kanali Janës Padet. Po ku e ti mos e cili kanali shmurgjen? Nga mërë? Bide a e mërë. Cili e ti? Lipja. As Lipja se dine, se po ta dine Lipja se jetë e ka bide prate. Hajde jetë me Amerik të zinat ashtë. Po është kështu, se së të kuptoj tani, a ishtë drejtori asaj punë, ti thua jo. Por e mjetë në buqis, ti s'ke punë varë me mjetë në buqis, ta kesh qjarë. A
Ai me buqet do të drejtor, am thua ka një ingjier, ka një drejtor, nga ana tjetër thua ko mamë ju. Pse më kërkon llogari? Kërkon llogari se hoqe, kur unë prisja të nesër ti the, merr të nesër merr mjetin dhe non të dua këtu. Pse? Ore, unë afri punë që tani. Se këto drejtorë nuk ka punë afrimi me mjetin, më që nga drejtori punë. Simon, po s'ka punë afrimi me mjetin. E çon afrimi atje apo e çon afrimi këtu. Po ku është punë? Mjeti do vej aty ku ka nevojë puna. Kush e përcakton? Edhe puna e përcakton ai që është. Ai që është atje për çfarë? Ai që është për çfarë? Po ku ta? Atje ai ka i varë një kumbor. Mira. Ore kumborën e ka ai, po ku e ka? Edhe një shumë mirë do t'ja kërkosh llogaria atje që është për të kërkuar. Unë kërkoj llogari, ti ç'e di? Unë s'kam ndonjë nevojë të kërkoj llogari, llogari kërkoj ty apo jo? E mua i do të kërkoj. Ti komunitet ka votuar vetëm ty, s'ka votuar. Asa ti s'ka votuar. Mua do të më kërkosh si duhet. Ti do të kërkoj, do të kërkoj si duhet ty apo? Lanë punë se bëj unë, do të bën ti planë punë. Ti e bën plan. E u kanë punë se duhet tani s'ke plan si plan. Le atë. E ke bën plan tani? Ti do të na pushtanë ti tani. Che per planti, me